Kryeministri Edi Rama ndodhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku merr pjesë në, po themi, takimin e bordit të paqes, një bord ky i krijuar nga presidenti Donald Trump. Ka pasur një takim, një shtrëngim zhduarsh me zotin Donald Trump. Për të folur mbi këtë prezencë të zotit Rama në këtë bord, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin e njohur zotin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe juve. Zoti Merkoçi, si e shikoni, po themi, prezencën e zotit Rama në këtë bord dhe pas shumë diskutimesh kemi për herë të parë një takim shtrëngim duarsh me zotin Rama dhe Donald Trump? E pare jo që prania e zotit Ramës, zotërisë është ai, në bordin e paqes është peshqesh i opozitës shqiptare, apo të themi më mirë Partisë Demokratike, e cila bëri një ligj me emrin e Ramës për qenë Rama përfaqësuesi i Shqipërisë në vend të Begajt. Plus edhe Begaj duke i dhënë një autorizim përfaqësimi e Ramës, pra duke hequr veten dhe duke e dhënë Ramës, dhe duke e bërë tashmë me ligj Ramën përfaqësues të bordit paqes. Duhet ishte opozita e ajo e cila duhet ta pengonte këtë lloj prezantimi, dhe nëse Rama do ta aprovonte ligjin me votat e tij në parlament, do të çonte në gjykatë kushtetuese, dhe kështu që Rama nuk do të ishte i pranishëm. Por unë qysh në momentin që opozita dhe Partia Demokratike i dha votën Ramës për të qenë pjesë e atij bordi, unë thash ishte turpi i Partisë Demokratike. Kështu që prania e tij ishte fal këtij votimi dhe fal këtij qëndrimit të Partisë Demokratike dhe të opozitës shqiptare në tërësi. Kjo është pjesa e parë, ndërsa për sa i përket asaj shtrëngimi dur, nuk kisha asnjë shtrëngim dorë. Ishte më tepër më duk sikur vjen dikush në shtëpi kur të ndodhi vaki edhe ti je i detyruar vetëm ta takosh. Dhe të gjithë takimet e tjera, po t'i vjen re, me Vjosa Osmani kishte një, jo vetëm që ndaloi herën e parë dhe ashtu, por dhe kur vajti aty për të rrjeshtuar, e thirri përsëri për të atakuar Vjosa Osmanin. Kështu që nuk kishte asnjë lloj shtrëngimi dorë, ishte thjesht një takim kalimtar. Dhe këtë e vërtetoi edhe në prezantimin që Trump bëri në fjalinë e tij, ku e nisi me Shqipërinë dhe thotë në pjesëmarrës tu është Shqipëria dhe Rama përfaqësues. Nuk thot asnjë fjalë tjetër, ashtu siç pas Ramës, në të gjithë prezantimet e liderëve të tjerë, pra qofshin president apo kryeministër, Trump ju bëri një rezume për sa i përket personalitetit të tyre apo dhe vendeve të tyre. Dhe kjo ishte gjëja më, thash, edhe e këtij lloj komunikimi të Ramës, i cili është i patëshurueshëm në Amerikë. Por ajo që bëri përshtypje akoma më shumë ishte sepse asnjë nga bordi i Trumpit nuk e takoi Ramën. Kjo ishte edhe më domethënëse për mua se sa ajo dhënia dorë, si thash, është dhënie dorë thjesht, si ka në shtëpi jam i detyruar me dhënë dorën, por nuk ishte absolutisht asgjë, as shtrëngim, as bisedë, se nuk shkëmbyen asnjë gjys fjalë, asnjë gjë. Dhe po ta veni re në gjithë fjalimin e tij, Trumpi të gjithëve madje Azerbajxhanin dhe Armeninë detyroi të çohen edhe në këmbë, me elozhe të mëdha foli për Orbanin, po edhe Vjosa Osmanin e falenderoi direkt. Vjosa Osmanin, domethënë, e falenderoi. Ky ishte dallimi ndërmjet po të marrin dy liderëve shqiptar, pra Vjosa Osmani dhe Edi Ramës. Në një kohë që Vjosa Osmanin e falenderoi e bëri, Edi Ramës i përmendi thjesht vetëm emrin, asgjë më tepër. Zoti Merkoçi, ka pasur mjaft zëra që thonin që zoti Rama nuk mundet të shkojë dot në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk e kalon dot oqeanin. Siç duket, Rama e kalon oqeanin dhe është në takim, po themi, me te bordi i paqes, ku është edhe Donald Trump. A mendoni që ka pasur lobim që ai të shkonte në këtë takim? Patjetër, Rama jo vetëm kishte lobim, po unë po u them edhe një herë që
Rama luajti lojën në Shqipëri, qoftë me presidentin e Republikës, qoftë me parlamentin, se jemi i vetmi vend që kemi kalu nismën e bordit paqes, se kemi kaluar në parlament në mënyrë urgjente. Domethënë sot për nesër, asnjë vend tjetër nuk e ka kaluar, dhe po të shohësh pastaj në atë bord paqe nuk ka europian, janë gjithë europianë nuk janë aty. Pra në të gjitha të shtetet që ka OKB-ja, domethënë nuk janë as gjysma nuk janë aty, çareku janë domethënë pjesë aty. Dhe plus pastaj që do të shohim që Rama nuk është as në atë grupin themelues të siç është Vjosa Osmani, por Rama nuk patjetër që ka pas edhe një se aty është edhe Tony Blair, patjetër, Kushneri është aty, dhe normal që nuk di sa do t'i ketë kushtu kjo vizitë të Ramës atje, por njëkohësisht kam atë bindjen e plot që Rama përveç bordit paqes do të shkojë paraqitet edhe para drejtësisë amerikane. E ka gjetur në një moment për të kamufluar vajtjen e tij në drejtsinë amerikane. Kështu që nuk ishte thjesht vetëm për bordin e paqes. Rama nuk ka vajtur vetëm për bordin e paqes. Rama ka vajtur edhe për të qenë i pranishëm para drejtësisë amerikane. Kështu që ai e ka pas ftesën për të vajt, nuk di pse, por akuzat që ka Rama në Amerikë janë të shumta. Filloi me Gonigalin, Sinaloan, me prekjen e sigurisë të Amerikës dhe të NATO-s, me të gjitha ato çfarë Rama ka bërë gjatë gjithë periudhës që ky ka qenë kryeminist. Mos harroni, ju kam thënë edhe një herë dhe prapë po e ripërsëris, është porti i Durrësit, i cili është një nga pikat që do t'i haj kokën të gjithëve. Dhe Rama ka shfrytzuar këtë moment për të kamufluar atë pjesë tjetër të cilët Rama tash do të paraqitet para drejtësisë amerikane, sepse ka pas për të paraqit dhe në letra që ka ardhur për të bërë shpjegimet, i ka dhënë shpjegimet, tashmë duhet paraqitet edhe para drejtësisë amerikane. Kështu që Rama e ka shfrytzuar këtë mjaft mirë, është në mënyrë kamufluese, ai di të kamuflojë gjërat, nuk është se nuk di. Ka dhe këshilltarët e tij të cilët e ndihmojnë në këtë pikë, por tash nuk di se sa miliona mund të ketë kushtuar Ramës kjo lloj vajtje, se nuk është kaq e thjeshtë që të shkosh në Amerikë për këtë punë. Por gjithmonë unë fajin e politikës shqiptare, qoftë edhe presidentët të Republikës, që nuk janë në lartësinë e dur dhe nuk janë në koherencë me atë, por unë në atë kohë kam thënë që opozita ja serviri Ramës tabakat, domethënë, Trumpit. Rama ja çoi me tabakat Trumpit. Dhe për mua kjo është pjesa më e keqe e kësaj vizite që Rama bën kamufluese, se sa Rama që vajti në OKB. Po të ishte se do vente një kryeminist që shkon në OKB dhe nuk bën asnjë lloj takime me administratën Trump, tash për mua është e kot, domethënë është një tullumbaci dhe është turp për Shqipërinë. Është turp, edhe ritheksoj, turp për Shqipërinë, që ngrehet në nivelin a vajti apo nuk vajti një kryeministër përtej oqeanit. Është turpshme një vend që të kenë një kryeministër i cili të diskutohet a shkon apo nuk shkon, takon apo nuk takon. Ne nuk kemi asnjë sinjal që administrata Trump është në linjë me Ramën apo është përkrahasi Ramës. Nuk dëgjova asnjë fjalë që Trumpi të thoshte unë e përkrah, siç ju tha të gjithë tjerëve që unë i kam përkrahur në fushata, i kam përkrahur në qëndrimet e tyre, i kam përkrahur në vendet e tyre. Për Shqipërinë absolutisht nuk u fol absolutisht asnjë fjalë. Dhe kjo të vjen keq që kemi arritur në këtë pikë ku jo vetëm që përfaqësohemi nga një njeri i cili ka ndërtuar mafia në shtet Shqipëri, po një njeri që akuzohet për drogë, për pastrim parash, për çdo gjë në Shqipëri, një njeri që po i del kundra politikës amerikane dhe europiane, duke ndryshuar dhe kodin e procedurës penale, një njeri që ka bërë çdo lloj gjëje dhe që mbron me fanatizëm, mbron të gjithë korruptuarit e tij. Dhe kjo është domethënë në këtë lloj linje lexohet edhe ajo dhënia e dorës së Trumpit, e kupton,
që ishte thash, ishte një dhënie dore kalimtare, nuk ishte një dhënie dore miqësore apo një dhënie dore e mirëpritur të themi më tepër nga Trump. Trumpi si duket ishte i shtrënguar nga kushtet të tjera, nga rrethanat të tjera, mos harrojmë edhe pjesën tjetër se Trumpi tek e fundit politika këtë ka që edhe armikun i detyruam ta presësh apo ta bësh për një arsye të thjeshtë sepse aty janë shumë pak vende europiane, mos më thënë që janë minimale vendet europiane pjesëmarrës në atë bord të paqes, kështu që Trumpi di leverdis shumë që tjetë Shqipëria si vend europian, jo si Shqipëri, jo thjesht si emër, për ta përdorur si emër, si numër themi, jo se është në një peshë e madhe apo në një gjë e madhe. Dhe ajo që më bëri përshtypje pastaj ishte që vetë Rama deklaroi që ne nuk paguajmë para për bordin e paqes. Ai një gënjeshtër tjetër, domethënë që bën kryeministri i Shqipërisë, sepse ti nuk paguan para, nuk je pjesë e atij bordi, nuk je, sepse është detyrim e kanë në statut të vet të bordit paqes e ka që çdo antar duhet të paguajë $1 miliard, kështu që bie vetë me këmbë të veta. Nuk e shoh në triumf, nuk shoh ndonjë afrim apo domethënë një përmirësim të marrëdhënieve të kryeministit të Shqipërisë me Trumpin vetë një e para, por edhe me administratën e Trumpit që është më e rëndësishme akoma se sa vetë Trumpi. Zoti Merkoçi, çfarë ndryshimi sjell ky takim i zotit Rama me Donald Trump në ecurinë e karrierës së zotit Rama? Pra do ketë ndonjë ndryshim apo thjesht është një, po themi, takim rutinë që s'ka asnjë lloj efekti mbi politikën që ndodh në Shqipëri? Ajo që e ka thënë edhe ambasadorja në Shqipëri, që unë po sjell atë fjalën e Trumpit këtu, çka do thot për reformën në drejtësi, për ndryshimet dhe për mosbatimin e ligjit, për sa i përket urdhrave të SPAK-ut dhe GKK-s. Kështu që nuk shoh se ka absolutisht asnjë lloj afirmiteti apo asnjë lloj ngroje, themi, qoftë edhe formale. Athash ishte një më duk, thash edhe një herë, më duk si kur vje ai në varrim, vje edhe një hasëm që ti si flet, kur janë rresht aty e detyruar t'i japësh dorën dhe po ta shihni Trumpi i dha dorën në rresht. Mas Ramës. Por çuditërisht, ajo që bëri përshtypje, domethënë, nëse do e shohim nga pikpamja vizuale, ajo që bëri përshtypje se me të gjithë të tjerët që ju jepte dorën, ndalonte dhe ju fliste, ju bënte, i të vetmi që as nuk i foli, as nuk i tha absolutisht as gjysmë fjali ishte Rama. Rama do ta përdori për propagandë, por nuk është propagandë, kjo nuk hyn sado do mundohen ta nxjerrin tashmë që ka taku Trumpin, ka bërë Trumpi, janë njësoj si ato fotografiet e Lul Bashës apo të Kliçit apo të tjerëve që bëjnë nga një foto aty dhe mendojnë se kanë rregulluar politikën apo janë miq të administratës apo të vetë Trumpit. Nuk jep absolutisht asnjë lloj ndikimi. Rama do përgjigjet para drejtësisë në mënyrë absolute. Do përgjigjet para drejtësisë dhe Rama nuk e ka fundin e prerë, nuk ka si ku shkon më. Zoti Merkoçi, ndërkohë Trump ka prekur edhe raportin Serbi-Kosovë dhe i ka thënë Vjosa Osmani që kur ju nuk shkoni mirë më telefononi mua. Pra e ka fokusin Trump te Kosova më shumë se sa te Shqipëria, apo është thjesht lidhje që ka me Vjosa Osmanin për ndryshe nga që ka me zotin Rama? Unë kam thënë që i gjithë vëmendja është transferuar në Kosovë dhe kjo tregon një afrimitet që ka me Vjosa Osmani, nuk është kaq e thjeshtë, domethënë, kur tjetri ti thua që ti më merr në telefon për çdo problem që do kesh, do thotë se ke një afrimitet dhe ai me këtë fjalë në diplomaci kjo është, me këtë fjalë ai tregon afrimitetin që ka me Vjosa Osmani. Nuk është problemi se e bën këtë në mënyrë, domethënë, të sforcuar. Ai tregon që ka një afrimitet me Vjosa Osmani dhe prioriteti, domethënë, ka vajt në Kosovë, nuk është më Shqipëria prioritet. Prioritet është Kosova. Kështu që këtë ka treguar edhe në takimet të tjera që kanë ndodhur po me Vjosa Osmanin,
dhe e gjithë vëmendja mbetet te Kosova. Shqipëria jo se Amerika nuk e ka në linj themi Shqipërinë, apo nuk e ka prioritetin e saj, po duke pasur një kryeminist si Rama, duke pasur këtë lloj pushteti dhe këtë lloj politike, e cila më tepër anon nga Sorosi se sa nga politika e Trumpit, patjetër që i ka spostuar. Dhe kjo tregon hapur, domethënë atë që thash që është në fillim, që nëse Vjosa Osmani sa u fut në sallë, ai e takoi, e përshëndeti, e bëri, pastaj kur u rishtua, ai përsëri e thirri, e takoi përsëri, ëh, dhe Ramës vetëm sa i dha dorën kalimtare, e kupton. Kjo tregon atë ndarjen e madhe që ndodhet nëpërmjet dy liderëve të Shqipërisë, qoftë të Kosovës, Vjosa Osmanit apo vetë Ramës. Kosova është ende, po themi, në një rrugë ende pa zgjidhje, pra nuk kemi një lloj, po themi, pavarësie të kompletuar të Kosovës që të mos vendoset në diskutim nga asnjë, dhe duket se mund të marrë dhe një goditje të madhe të kësaj pavarësie nga duke dënuar komandantët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ku ka disa zëre që thuhet që e gjithë kjo po bëhet, pra dënimi i ish komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, po bëhet në mënyrë që të delegjitimohet pavarësia e Kosovës. Besoni që mund të ketë një zhvillim dramatik për Kosovën në të ardhmen? Zhvillimi dramatik për Kosovën do të ishte nëse vërtet të katërt e akuzuarit në Hag, në atë gjyqin special që bëhet, do akuzoheshin për krimet që ka bërë ushtria çlirimtare e Kosovës. Në momentin që askush nuk ka vënë në dyshim, nuk kam dëgjuar asnjëherë, absolutisht asnjë nga liderët botror, apo kryeministra apo president qofshin, apo diplomat, apo edhe media botërore që të kenë përlyer, të kenë pasur guximin të përlyen luftën e Kosovës. Përkundrazi, të gjithë e kanë përkrahur luftën e Kosovës, të gjithë e kanë vlerësuar, themi, luftën e Kosovës, dhe janë shumë shtete të cilët e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Dhe e gjithë historia ka qenë për të ngatarruar dhe për ta bërë sa më politike, domethënë dënimin apo akuzat që janë ngritur të katër liderëve të Kosovës me ushtrinë çlirimtare të Kosovës, në mënyrë absolute jo. Në mënyrë absolute jo, sepse nuk mund atë që e kam thënë dhe rithën, nuk mundet kurse si që të mohoj dikush luftën e një populli, nuk mundet që herojt të cilët kanë dhënë jetën aty, si Adem Jashari, Bayezidi e tjerë janë të shumë të numër, të cilët kanë dhënë jetën aty. Nuk mund të injorohet masakra e Çakut, nuk mund të injorohet ndarja që i kanë bërë territorit Kosovës, dhe gjithkush është i bindur në historinë e Kosovës dhe në luftën çlirimtare që ka bërë Kosova. Kosova ka luftuar për lirinë dhe nuk ka luftuar për pushtim. Kosova nuk është shtet që vajte dhe kërkoi të pushtohej. Përkundrazi, ashtu siç nuk është quajtur qoftë për Kroacinë, qoftë për Bosnjë Hercegovinën, qoftë për Malezi, Maqedonia, janë shtete që kanë qenë bashkë të gjithë, në atë Jugosllavinë e famshme, dhe të gjithë janë shkëputur, dhe këtë drejtë kishte edhe Kosova për të shkëputur. Ashtu siç kanë luftuar vendet e tjera, ashtu ka luftuar edhe Kosova. Dhe këtu nuk flitet për luftën kundër Serbisë, nuk flitet, nëse unë kam dëgjuar ndonjë akuzë apo në një deklaratë që të përfshihet ushtria çlirimtare e Kosovës. Janë politikanët të cilët, apo miqtë e tyre, apo segmentet të tyre që janë munduar gjithkohën ta ngatrojnë, domethënë gjyqi që bëhet në Hag me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Do të isha plotësisht dakord nëse atje do merresh komandanti i shtabit përgjithshëm, supozojmë, do ishte në bankën e të akuzuarve, do ishte shtabi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, do ishte në bankën e të akuzuarve, po qoftë Thaçi dhe të tjerët nuk kanë qenë pjesë e shtabit.
përveç Krasniqit, i cili ka qenë zëdhënës i tyre, po pjesë në vendimarrje apo në luftën e Kosovës, këta nuk kanë qenë pjesë e atij shtabi. Kështu që mos e ngatarojmë me dashakeqësi, domethënë atë që bëhet atje dhe ta e bëjnë me trumpetë të madhe, sikur ajo do jetë një bumerang për sa i përket Kosovës. Unë nuk di absolutisht asnjë nëse e ka vënë në dyshim luftën dhe gjakun që është derdhur në Kosovë. Ata kanë luftuar dhe kanë dhënë gjakun për vendin e tyre, për shtëpitë e tyre, për familjet e tyre, për kombin e tyre, dhe nuk ka asnjë të drejtë absolutisht asnjë që ta ngatarrojë këtë çështje. Dhe unë jo pa qëllim e kam thënë që ai gjyq, nëse është i stisur dhe i bërë, nuk ka gjykat, domethënë që të dënon pa prova, pa fakte dhe pa argumenta bindëse ligjore për akuzën që ti ke bërë. Vërtet mund bëhet një akuzë nga ajo, por ashtu siç era akuza e parë, që ishte për Edik Martisin, që filloi me atë shtëpinë, e më the, thash dhe ajo akuzë ra, iku, nuk ishte më, dhe do të shohim akuzat e tjera, të cilat fatkeqësisht, dhe unë si shqiptar nuk ndihem mirë, kam thënë edhe në një emision tjetër, që nuk ndihem mirë që shqiptarët e mi të marrin një akuzë për sa i përket genocidit, dhe kjo të bën një çik të vën pak në siklet, domethënë në këtë pikë. Është shumë e vështirë, domethënë ta trumpetosh sot në këtë lloj momenti, sepse unë e kuptoj shumë mirë atë ndjeshmërinë që kanë njerëzit, që kam edhe unë vetë, atë lloj ndjeshmërie. Tash, sepse këtu flitet për identitetin e kombit shqiptar, nuk flitet për, dhe të thuash krime lufte, domethënë shqiptarët e tu kanë krime lufte, askush nuk ndihet mirë. Unë gjyqin e kam parë, kam ndjekur, uroj me shpirt, e uroj që të dalin pafajshëm. Për mua si shqiptar, unë dua gjithmonë që të dalin pafajshëm, akuzat të bien poshtë. Por nëse jam fajtor pastaj, nëse domethënë dënohen nga gjykata me fakte, me argumenta, atëherë unë them që distancimi është i dukshëm, sepse nuk i akuzon askush, dhe në akuzat që unë i kam ndjekur, nuk akuzon askush ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Zoti Markoti, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe ju.